Duar të vogla që pikturojnë ëndra të mëdha. Ky është mesazhi që përcjell ekspozita pikturave të realizuara nga nxënësit e klasave nga e para deri në të shtatën të Medreses Haxhi Shamia në Shkodër. Mbi 100 punime të realizuara në teknika të ndryshme dhe të ekspozuara në hollin e shkollës janë fryt i punës së nxënësve gjatë orëve të vizatimit në drejtimin e mësueses së artit pamor. Pikturat janë natyrë qetë, kompozime, pejsazhe dhe teknika lapsi, që është një teknikë shumë e vështirë, por dhe aq e bukur. Kemi shumë talente dhe unë shpresoj që me këtë ekspozitë fëmijët janë motivuar me krijimtarinë e tyre dhe së shpejti, pse jo dhe një ekspozitë tjetër. Tablot e ekspozuara pasqyrojnë kreativitetin, imagjinatën dhe botën e pastër fëmijërore. Përmes ngjyrave dhe formave, nxënësit kanë shprehur emocionet, ëndrat dhe mënyrën e tyre të artit. Unë kam emrin Era Hysa. I të dyja janë pikturat e mia. Më pëlqen me pikturu pejsazh, që është e natyrë. Quhem Marja, unë jam në klasën e 2, këto janë pikturat e mia. Kam bërë disa vizatime me teknikën e lapsit. Kam përdorur dritë dhe hije për të krijuar sa më shumë thellësi. Më pëlqen shumë piktura sepse më pëlqen të hi në botën e ngjyrave. Ekspozita të tilla synojnë të nxisin talentin artistik të fëmijëve, të forcojnë besimin në vetvete dhe të promovojnë artin si një formë e rëndësishme e edukimit dhe e zhvillimit personal.